A e dini se unë jam ateist, megjithatë Zoti mua më dërgon shenja se ekziston. E kam përmendur në filma të tjerë që fjala dhunoj vjen nga gjuha latine donare, fal, dikë. Dhe kjo gjehet në fjalorin e bardhit. Gjendet në gjuhën e buzukut. Gjuha shqipe është krijuar gjatë përkthimit të Biblës dhe nuk kishte fjalë në gjuhën shqipe dhe merret fjala latine dhe kthehet në gjuhën shqipe. Dhunoj do thot fal, kuptimi fillestar. Dhunët do thot të falurit. Fjala fal në gjuhën shqipe vjen nga gjuhë slave, kfaliq do thot lavdëroj. Kështu ka hyrë në një variant të serbishtes. F-ja është bërë f në një dialekt serb. Dhe fjalën fal e ka futur Gjon Buzuku gjatë përkthimit të Biblës. Ka futur dhe variantin e latinishtes, dhunoj nga donare, fal, por ka futur dhe variantin e serbishtes. Ne na ka mbetur varianti serbishtes në Shqipëri. Tek arbreshët ka mbetur varianti latinishtes. Ç'a ndodh? Në gjuhën italiane, fal do t'i thot t'i bësh dikujt lajka. Në gjuhën arbreshe, dhunoj, donare, ka kuptimin të gënjesh dikë. Por në një dialekt tjetër arbresh që ne nuk e njohim, ka dhe kuptimin të bësh qefin dikujt. Sepse ka shumë dialekte arbreshe. Fal internetit, po përdor fjalën slave fal. Ne kemi mundësi të dëgjojmë me qindra orë diskutimi midis arbreshëve që nuk kuptojnë njëri tjetrin, sepse kanë dialekte të ndryshme. Unë nuk mund ta besoja se si është e mundur që arbreshët nuk e kuptojnë dot njëri tjetrin. Në një dialekt arbresh, kjo ka kuptimin bëj lajka, si në italisht, ndërsa në dialektet të tjera arbreshe ka kuptimin gënjej, mashtroj, dhunoj. Në gjuhën çame kjo evoluon. Moje bukur nuse shumë, mi dhuro ato dy dhuna. Pra dhunat në gjuhën çame janë sisët e gruas së bukur, dhurata. Çami i bën lajka nuses, që nuk është e tij, kuptohet. Çami kërkon të prek ato dy dhuna, ato dy dhurata. Dhe nga kuptimi mashtroj, lajkatoj, mori kuptimin fizik, ta prekësh një grua me dhunë të bukura, me dhurata të bukura. Pra në gjuhën çame filloi të marrë kuptimin e prekjes së dhunave, të dhuratave, dhe në gjuhën shqipe përdhunoj ka marrë kuptimin konkret. Ta shtrish nusën në tokë, por jo nusën tënde, dhe t'ja shqyesh fustanin në nusëris. Këtë bën çami. I luajti mendja çamit, buz lumit të thyamit. Ndërsa në gjuhën latine dhe në të italiane më vonë, perdonare, pra do të thot të falësh dikë, ti dhurosh dikujt diçka. Pra perdonare italisht, përdhunoj në shqip. Në shqip ka marrë kuptimin e dhunimit të dhuratave të nuses në çamërisht dhe në gjuhën shqipe pellazge, ndërsa në gjuhën arbreshe do thot gënjej nusën e botës që ti prekësh dhunët asaj gjithashtu. Pra figura e shqiptarit është një figurë e degeneruar në përgjithësi. Ka degeneruar gjuha, ka degeneruar karakteri i shqiptarit. Jo vetëm kaq, poezitë e para shqipe janë poezi dylberësh. Shqiptarët ju kanë kënduar djemve të vegjël
për më shumë se 500 vjet. Këto janë poezitë e Bejtexhinjve. Dylberizimi i shqiptarit, humbja e karakterit të shqiptarit është tragjedia më e madhe në botë, sepse ai ndron besimin fetar, ati nuk i bën përshtypje që atë dheu është ndarë në 5 shtete të ndryshme. Nuk e ka ndjenjë kombëtare shqiptari, nuk ekziston. Shqiptari shkon dhe krijon komunën e Antigonës në Gjirokastër, mbasi ka zbuluar qytetin e lashtë grek aty. Pra, a ka qenie më idiote se shqiptari? Nuk ka në botë. Në asnjë vend afrikan nuk ka ndodhur që një afrikan të zbulojë ca piramida të thotë janë piramidat e mia. Prandaj, kjo qenie dykëmshe, me bisht pa bisht çon si ka. Trurin e ka sa të majmunit. Nuk është puna e bishtit, e trurit që është bërë sa një kokër are. Përfundimisht, fjala dhunoj do të thotë lajkatoj, si në italisht. Donare. Në kështu do të përdorë në shqip, kështu është në arbërisht. Dhunoj do të thotë gënjej. Dhunoj nuk do të thotë të prekësh nusën e botës. Duhet ndryshuar gjuha shqipe, duhet kthyer në origjinal. Ne nuk e heqim dot këtë fjalë italiane, sepse ndryshe duhet përdorim fjalën slave, hfaliq, faliti në gjuhën serbe, lavdëroj. Zbulimi im epokal. Më falni që do ta them, po do ta them. Duhet ngritur një institut në Shqipëri dhe motoja e institutit duhet jetë plani për dekarizimin e shqiptarëve. Sepse shqiptarët e quajnë veten drilon, që do të thotë organ mashkullor në greqisht. Ky është lumi më i madh në Shqipëri, lumi i Drinit. Kemi pir ujin e Drinit, ne dibranët. Unë jo, fatmirësisht dhe as kos nuk kam pir kur. Jam kundër pirjes së kosit. Është një pije e dyshimt. Pra, në qoftë se unë bëhem kryeministër, unë do ngrej këtë institut për didrenolizimin e shqiptarëve, për pastrimin e Drinit nga emri Drin. Do më zgjidhni mua kryeministër apo jo, që t'ju shpëtoj. Ndryshe do mbeteni drilon për jetë. Tani, kush e ka guximin t'i thot shqiptarëve drilon? Studenti dhjetorit. Trim mbi trimat. Jam shqiptari vetëm që u them njerëzve të vërtetën. Shikoj veten në pasqyrë, o shqiptar. Mos e thyej pasqyrën, nuk e ka fajin pasqyra për pamjen tënde të frikshme. Një falënderit shqiptaris drilonis në filma të tjerë shkencor.